Kombet që kemi përreth, nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Për të mos rënë në sy, për të mos u parë si genocid, si vrasje organizuar shtetërore, nxiuani jetën shqiptarëve. Bëjoni jetën në mënyrë të tillë që të largohen, po pse? Sepse ky vend, trojet shqiptare duhet zbrazen dhe duhet popullohen me njerëzit që elita botërore ka menduar se këtu duhet vinë. Jo sostaj që shqiptarët trajtohen kaq poshtërsisht, edhe për faktin sepse Shqipëria, Kosova, Malizi, ku ka shqiptar, Maqedonia, ka pasuri prallore dhe mënyra më e mirë që ti zhvatësh një komb, zhvatësh njerëzit banorët e një kombi të caktuar, është që ti rënosh ekonomikisht, ti lësh në padjeni të pasurive të tyre, dhe kështu që ke më të lehtë pastaj që ti zhvatësh ata. Po pse? Cila është arsyevja? Pra vidhe një komb, shkatroje, zhvate, shtrydhe deri në palc, largoja banorët nga ky vend dhe pastaj populloje me njerëzit që ti do. Njerisht shqiptarët nuk kanë arritur ta kuptojnë një gjë të tillë. Nuk duan ta kuptojnë. Dhe s'kan për ta kuptuar dhe do të vazhdojnë problemet. Shqiptarët kanë një problem të madh, nuk arrin të kuptojnë që ata që votojnë nuk mbrojnë dhe nuk përfaqësojnë interesat e tyre në parlament. Se po t'ishte kështu, atëherë si ka mundësi që gjithë ato premtime, zotime të jashtëzakonshme që këta politikanë që më vonë na bëjnë deputete, ministra, kryeministra, zëvendës kryeministra, president, i shkelim njëherë, vazhdojnë me agjendën, me planin e tyre të fëlliqur për shkatrimin e këtij kombi. Rjeta kur nuk ka qenë kaq e vështirë, kaq pesimiste, kaq pa shpresë nga 92-shi e këtej. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse